Është Aishe Ramosaj nga Kosova, edhe Besa Sinani, mirë se erdhët të dyja. Mirë se ju gjetëm në Kosovë. BÇK-ja e Shqipënisë. Por neve kemi vetëm një ndryshim, sepse jemi Banka e Shqipërisë dhe qendrore kemi në ndërgjegje. Kështu që Banka e Shqipërisë, qendrore kemi kur prezantojmë. Shumë ju krejt fjalit I komplikoni, këtë pas këtë thjeshtu. Shumë e kena thjeshtu. Bravo. Banka e Kosovës. Faleminderit Dita për ftesën, faleminderit shumë. Shumë kënaqësi ju pas në studio. Gjithashtu kënaqësi. Çka po bëni ju të dy institucionet? Ne në fakt kemi ardhur për një eveniment shumë të madh, për Shqipërinë mbar shqiptarinë. Kemi 100 vjetorin e Bankës së Shqiptarëve edhe 100 vjetorin e Kartmonedhës së Shqiptarëve kombëtare. Por në gjithë të përvjetor feste, kemi edhe një pjesë historisë që e ndajmë bashkë, Shqipëri dhe Kosovë. Në kohë jo të mirë, duhet ta them. Po. Pse jo kohë e mirë? Jemi në luftë. Flasim për luftën e dytë botërore dhe në atë kohë banka jonë pati degët e saj edhe në Prishtinë dhe Prizren, por me që po më pyet kaq shumë dhe s'na erdhët për vizitë në ekspozitën që kemi në Bankën Qendrore të Kosovës. Kemi pas ftesë. Gjithmonë të hapur. Lutem. Ju kam pru një dhuratë. Po ju ftojmë sa. Për këtë eveniment dhe këtë libër që kam në dorë. O, sa I bukur duket. Është një bibël, po themi, I historisë institucionit financiar të Bankës Shqipërisë që kemi dhuratë nga profesor Dr. Aristotel Pano. Dhe kjo është për gjithë vizitorët që kanë ardhur në Bankën Qendrore të Kosovës për të parë ekspozitën, po sigurisht edhe për emisionin tuaj që jeni kaq të mirë. Do ta vendosim aty dhe që ka shumë libër I bukur I shkon dollapit shumë. Zonja Aishe, çfarë bashkëpunimi kemi ne me Bankën e Shqipërisë? Në fakt, e dita Banka Qendrore e Republikës së Kosovës në aspektin e edukimit financiar ka bashkëpunime me shumë institucione ndërkombëtare, po edhe rajonale, mirë po bashkëpunim të ngushtë ka me Bankën e Shqipërisë, me ekipin e edukimit financiar. Unë nuk po e kuptoj edukim financiar. Okej. Ti duhesh me shku. Financiar, nën kupton që me ditë, me I njoft produktet, shërbimet, ekonominë edhe financat. A mundet çdo qytetar I rëndomt? Po, në fakt, Banka Qendrore nga viti 2013 e ka themeluar si funksion edukimin financiar dhe prej atëherë organizon aktivitete ndryshme, projekte, përgatitjem edhe shpërndajmë materiale, kemi web faqe të dedikuar për edukim financiar, jemi në rrjete sociale, edhe organizojmë aktivitete me grup mosha të ndryshme të qytetarëve, të fillu prej nxënësve të shkollave fillore, mesme, universitete, po edhe me qytetarë tjerë, për shembull me qytetarë me aftësi të kufizuar, kemi pas kampanjë javore vitin e kaluar. Sa jemi të edukuar financiarisht? Këtë vit Banka Qendrore se na ende shpenzojmë më shumë se sa që fitojmë. Po, këtë vit Banka Qendrore është duke e bërë anketën për matjen e nivelit të njohurive të qytetarëve në fushën e edukimit financiar dhe po besoj që shpejt do t'i kemi dhënat e sakta sa kemi. Kampanja vedisuese Kosova ka vazhdimisht. Po, por Shqipëria sa është e edukuar? Më fal. Mjaftueshëm për t'ia dalë. Për t'ia dalë në bankë. Mjaftueshëm për t'ia dalë. Po, ja, dhe neve vërtet në Bankën e Shqipërisë, përveç Muzeut Bankës Shqipërisë, që është I hapur prej më shumë se 10 vitesh tashmë, kemi edhe hapësirën që dedikojmë edukimit financiar të gjitha grup moshave. Të gjithë ata që zgjedhin vizitojnë Muzeun e Bankës Shqipërisë kanë dhënë aksesin për të njohur mbi termat financiar, si cilën në një bankë niveli 2 kur për herë të parë një student kërkon të marrë një kredi. Paktën të dëgjoj termat dhe të kuptoj ato që stafi bankës do t'i prezantoj, kështu që është interesant. Ti je specialiste e Muzeut të Shqipërisë. Shumë bukur po t'inglën si pozit, specialiste e Muzeut të Shqipërisë. E historisë. E historisë, mund të them 2 fjalë edhe për financat, nëse viziton Muzeun e Bankës Shqipërisë është shumë okay. Hajde, tregon pak a shumë për financat. Duhet me kursy. Duhet me kursy. Si që ndron aty. Ju a jeni njëjtë sikur ne që shpenzojmë më shumë se sa që fitojmë? Jemi shqiptar. Të mund ta them. Njëjta. Natyra do të jetë njëjtë besoj. Shqipëria thonë se ka shumë të holla. Krahasur me Kosovën. Si shihni ju vetën? Ne shohim veten jo ashtu siç thon. E fjalë
kemi financa stabil në Shqipëri, Banka e Shqipërisë gjithmonë ruan kujdesin që të mbajë fiks normën e interesit, pra mos kemi zhvlerësim të paras në mënyrë të beft, por të shkojë në mënyrë të përshtatshme që qytetarët mos të panikosen. Okej, mirë. Ju çështu bashkëpunoni vazhdimisht, në këtë rast keni organizuar muzeun? Po. Në fakt, Banka Qendrore e Kosovës bashkë me Bankën e Shqipërisë kanë punuar që një kohë bashkë, në mënyrë që me sjell ekspozitën e cila është veç e hapur në Tiranë, me sjell edhe në Prishtinë për qytetarët e Kosovës dhe hapja e ekspozitës është bërë me 16 shkurt dhe është e hapur. Vazhdon me qenë e hapur. Vazhdon me qenë. Mund ta vizitojnë gjithë. Po, super. Unë shfrytëzoj rastin mi uftu edhe ekipin tuaj nëse keni interes me ardhë me vizitu ekspozitën. Në hapje kemi pas nderin, kemi pas edhe kryeministrin e Republikës së Kosovës, edhe gjithashtu guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, dhe po ashtu kemi pas edhe nga Akademia e Shkencave dhe Arteve, kryetaren e akademisë, dhe vizita, po mënoj ekspozita, vazhdojnë me qenë e hapun, vazhdojnë me e vizitu grupet ndryshme, të fillu prej studentëve, nxënësve të shkollave të mesme, pastaj edhe institucionet të ndryshme të Kosovës, Ministria e Kulturës, ekipe të muzeut të Kosovës, apo edhe qytetarë tjerë, me datën 17 shkurt, ekspozita ka qenë edhe banka ka qenë e hapur për qytetarë dhe ka pas një numër të madh të qytetarëve që e kanë vizitu. Ta bëjmë edhe një libër të tillë? Po, shpresoj që po. Se mos na nin mysafirja që i kena në studio, po. Shpresoj që po. Gjithë historia e ekspozita jonë ka emrin në fakt Paraja Rëfen. Edhe paraja thot shumë çka. Hajde, tregom diçka interesante. Me vetëdije kam zgjedhur mos ju tregoj shumë gjë, sepse ju mirëpresim edhe në ekspozitën e Prishtinës, në Bankën e Qendrore të Kosovës, por edhe në ekspozitën që do mbahet e hapur në selin numër 2 të Bankës Qendrore në Tiranë deri në 20 shkurt, ku ekspozita qëndron e hapur për të gjithë dashamirësit, vizitorët, ata që duan ta shohin ekspozitën, Paraja Rëfen përveç se muzeut të Bankës. Hajde, çka Rëfen? 2-3 hinta që neve na Rëfen nga përpjekjet e vështira që kemi pas si barë shqiptare, kemi historinë sa të ndarë, aq edhe të përbashkët. Nga përpjekjet që bën shqiptarët për krijuar bank para qeverisë Ismail Qemalit, qeverisë Vlora, gjatë qeverisë Vlora, kemi vitin e themelimit të bankës për herë të parë të shqiptarëve, që është viti 1925. Është një rrugtim i gjatë, pozitiv, po themi deri diku. Kemi krijim institucione financiare, por të kartë monedhe kombëtare. Kemi periudhën e luftës, siç u thash, jemi të bashkuar dhe nëse në çështje të financave. Kemi dek të Bankës Kombëtare të Shqipërisë në Prishtinë dhe Prizren, dhe në ekspozitën që mbajmë në Bankën Qendrore të Kosovës kemi sketa të punonjësve të Trevës së Kosovës që kanë qenë pjesë e këtij institucioni bankar. Kemi edhe informacion të detajuar të viteve të luftës, të 43-shit, mbi tregtarë të ndryshëm të Trevës së Kosovës, ku pushtuesët e asaj kohe mbanin informacion se nëse këta merreshin për shembull me hoteleri, nëse ishin modest në punën e tyre, ishin çka apo ishin shumë mirë. Okej, pra ekspozita është e hapur në të dy shtetet, mund shkojmë. Te juve është përkohësisht, keni 2 ditë kohë ende të mbetura. Në rregull, faleminderit shumë. Ju guvernator keni? Edhe ju keni guvernator. Çfarë i thoni pozitës, po? Faleminderit. Këto janë sfida që kemi bërë enkas për Paraja Rëfen. Paraja Rëfen. Në këtë rast ndryshe, po, te ne Rëfet. Faleminderit shumë nacim ju pas të dy zonjave, shpresoj. Me pas vizitorë edhe ne vim patjetër. Faleminderit që na tregut për këtë. Nuk jo themi më. S'ka nevojë, Besa Sinani, specialiste muzeut në Bankën e Shqipërisë. Kënaqësi. Ajshe Ramosaj, shefe e edukimit financiar në BSK. Ti kursen moj? Po mendohem edhe unë të kursej. Ti do të kursej shumë. Do duaj, po. E dita nëse mund të veç diçka me shtu. Shfrytëzoj rastin të ftoj qytetarët që të vizitojnë në web faqen e edukimit financiar, ku ka shumë materiale dhe informata të cilat ju ndihmojnë. Disa prej broshurave i kemi sjell sot këtu. Gjithashtu e kemi një projekt i cili është shumë në interes të qytetarëve, platforma për krahasimin e normave të produkteve dhe shërbimeve financiare. Nuk janë ngjarje unë me këto
Është një fletushk monedha 2 euro tipare. Kjo është Ti e kupton me u informu si me dallu tiparet e 2 eurove, si me dallu monedën. Kur e keni bërë këtë fletushk? Ka 3 vite, pothuajse. Ku shpërndahet kjo? Na e shpërndajmë në për aktivitete, kur mbajmë aktivitete. A ju shpërndani vetëm në aktivitetet e juja? Edhe në rrjete sociale dhe në web të edukimit I kemi këto. Janë? Si është faqja e edukimit? Edukimi financiar. Thjesht edhe bukur. Okej. Shqyr qertë banka Shqipnisë në atë dyja u takum edhe bojnë program për edukimin financiar. Në fakt edhe projekti platformës është projekt shumë interesant, qytetarët mund me hi edhe mu informu për normat e produkteve të institucioneve financiare si kredi, të ndryshme apo llogari, hapja llogarisë. Gjithsesi, unë ndeshta fokusin sa herë me lonë të gjithë ekspedita që e keni dhe të historia monedhës shqiptare, por veçanërisht ne do të flasim për edukimin financiar dhe për faqen në si profil çka ofron edhe si mund gjinden ata që na dëgjojnë. Faleminderit Edita. Suksese ju shkoft mbar, shihemi prap bashkë, presoj për të mira. Edhe juve punë mbar.